Kjo ka nis jam 11-12 ditë para shpalljes pavarësisë. Atëherë pak e kujtojnë njerëz këtë moment, po nuk u dika po shpallet ajo. Edhe u folke që ka me ndodhë njënën pi dilleve të arshme, a ka me ndodhë mas janë 2 jave, a në dillën tjetër su dike, po u dha një falajmi që ka mu manifestua dhe u kriju një farë komisioni me organizu manifestimin, paka shumë e dishim kush ka mu involvu aty që kanë me bo. Edhe tham, hajde po menojmë diçka. Ka qenë një mbledhje shumë spontane për që ullëm për një klient, mi abo do ideja për a ka qenë kupa botnora, euro, në qatë vetë s'po më kujtohet, ndokët ka qenë një botror, dëshim me marru një loj me futbol, që edhe pa të mbo, mas ne. Po, hajde tham, po bojnë diçka tjetër, se këto ishin, si me thonë, propozime proaktive që na dëshim ja propozu njerëzve pa na kërku ata. Dhe tham, hajde po menojmë diçka për pavarësi. Edhe që shto ullëm, 2-3 veta kemë qenë fillimisht, une e Toni Morina, i cili patartë për Zelandës. Edhe dëshim me dalë me një fjallë, me një fjallim, me një slogan, me qëfar do qofë që me njësë këtë punë. Mju borni mu tek, nuk di as qyshë merdhë, mu tek për faktit që është anglisht, është fjallë e shkurt, përbohet për 2 fjallëve cilat kuptohen letë edhe për njerës që s'flasin anglisht, një e din tënë që është, borën e din tënë që është. Do më thonë, kur i bëm bashke, edhe nëse se kuptën tamën që është bebe, e kuptën që është diçka e rej që ka lindë, edhe qëllimisht në anglisht, si që aty u bo debati maj madha, për bëjmë shqipa anglisht. Arsyja pse komendos me bo anglisht ka qenë se mas 13 vjetë që këmë jetu në Angli. Çdo pamje, çdo reportazh, çdo artikull, qoftë televizor, qoftë gazet, që konë nashta i shkrumë i mirë për Kosovën, reportazhi ka qenë ty folë mirë për Kosovën, pamjet kanë qenë të me ruse, ata që ishin një plak pa dhëmë para një shpije të urdzu, aj që ishin do fmim që radhë, aj që ishin do shpija gjystë kalta, thësha ka dalve se unë i rritu në Prishtinë atërë, thësha ka dalë, edhe sa një maj mirë që më shime të nëzirë grandin, ose atërë edhe Pallati i Rinisë, se biblioteka në konsimat zymta, krejt ishin pamjet zymta. Edhe janisa me insistu që du me nëzirë diçka e cila i kalzon botës që na dina me botës sa në të mira. Anglisht e siguron që ata vinë dhe e gjirojnë qatë sanë. Masën konceptualisht, janë nëse më menu. Një borën, mu kapë mu që kjo fjallë, janë nëse më pak e mu përla aty, jo pëse s'pë bëjmë shqip, jo pëse s'pë bëjmë diçka tjetër, po insistova, thash, që tu nalëm, hajde tash përmenojmë qa tutje. Tutje ka pas koncepte, ideja, me bo majica një borën edhe mi qitë njerës me cucla, me dalë me shkip cucla, masë na u dok fmjashki. Heki cuclat, hajde përmenojmë diçka tjetër. Apë që si murë. Ty u menu, ja nisi me mush dhoma. A për të ardhe ti qatë natë? Jo, një ta kon shpi qatë natë, po që aty ja nisëm na mu shtyje, mu përlaje, mu kësi, edhe tham, okej, a me bo dikon mur me njitë, me shkrujt mur diçka, asa e s'na u do ke bëllë si e madhe. Një moment thash, adin diqysh, të lojmë një shaj. Qa o shaja? Skulptur tipografike. Skulptura tipografike nuk ka në sen që i këna shpikna. Skulptur tipografi, do me thonë, arti që e shkenca që mirët me shkronja. Skulptura tipografike ka bo Robert Indiana, që është love shumë e famshme, është aja Amsterdamin Amsterdam. I këshyrom i pom, edhe nisë me menu, kishnajt mirë që kjo. Skulptura tipografike do me thonjë në kapi që thot për qësoj fjallë që e përdor, edhe unë ndërlidhë ke shumë mirë, edhe thamë, okej, përbëjmë skulpturë,
kur njetë pa bo skulptura, kur njetë të mos ditë për çfarë materiali e bojna, a kena kohë me bo një, 12 ditë pyetje, a me bo me dru, sa qëndron e drunit, sa qëndron e hekrit, a me bo bronz, kush e bën bronz, idenë se kishim, po vendimi humor. Edhe humor që asisoj që ish krejt, po thëmë krejt spontane. Sa për bojnë atë gatë 2 metra jo, 2 metra e moni gatë, 2 metra e gjys. 2 metra e gjys, u qova dorën e matë me metër, jo ka dalë se po më sham ja prek fundin, po du me bo diçka më të madhe që asun s'më ja prek fundin. Edhe vendosëm 3 metra, mirë 3 metra, hajde tash proporcionalisht, kër e shkru një fjallë, një u bërë me fontin që ja gjetëm, sa bo të gjonë kjo fjallë, 25 metra, okej, 3 metra me 25 metra, sa me bo trash, janë 1 metër, mos me bo shumë, pas pak 1 metër e bike si ta mënë, mirë, ku është që të shkit konstruksion? Ku ta zënë në Prishtinë, 25 metra me 3 metra, në një vend, ku ti pret njerës më afru asaj, edhe me fotografu në plotni. Dhe vendi vetëm që ish, në qendër të Prishtinës, ish para Pallatit Rinis, se që aty ishtë tamon hapsina, masnena ty e menu ma fell edhe ma shumë flajke që aty si ish hapsina, cilën ti kishe distancën e mjaftushme me kap me aparat komplet, tonat konstruksion gjonë, me fotografu, me ju sill asaj. Edhe një moment, një tasalihu, një tjetër, e cila ke mbanjo, t'ju kthy se zakonisht ideat që është e mira mbanjo në vinë t'ju kthy, tash në retrospekt kër e menojën ashtë edhe në vetdije, po ajo ja ka qitë pikën, se na shkallëve aty për pjetype, këna pasi një baner, ku njerës në një nej, kër e patën qelë zynë në rej, patën artë, patën shkrujt, urime, sanë, dhe aty artë po hinë tha, pse si shtina tha njerës me nënshkru në monument. Qaj momenti mungoj ke krejt qësoj. Qysh njerës me ndërvepru me monumentin. Edhe qajo mas ne keni asi shpërthimi që ja qiti pikën krejt koncept. Edhe na vendosëm qatë moment që kina më bëni një bën të kuq, jo të verdh, të kuq, në të cilin njerës me markerat zi kanë më nëshkru, kuq e zi, edhe kanë me një farë mënyre, kanë me deklaru ata, kanë me nënshkru deklaratën e pavarësisë në mënyrë të vetë në një objekt të madhe, i cili qëtash e matëm i ka dikun rrët 170-200 metra katror si përfaqe. Edhe që ashtu u vendos. Edhe që aty për një natë, në një mbledhe që janë nisi për gjysore, zgati një 3-4 orë, u vendosën senet, janë nisëm i vizatu, dhe nisëm mu pregadit, me këshyrë që bojmë pit nesërmës, edhe qysh me shti që ta si pjesë zyrtare të manifestimit, se këta asi denë se kam pas që bojmë. Deri 3 ditë para parësis. Ju në shtalli maj vogël o kon a kanë me pranu, si dyqysh e këna pa që kanë me pranu. Halli maj madhë o kon a kina mujtë me realizu. Se pit nesërmës na u dasht me njerë mu angazhu, për me mujtë me kry për 11 ditë. Edhe njeri vetëm që ka besu që bëhet që ju sen, o konita. Tjerë ta së nëzyre, adin thëshin jo, qysh që do me bëhet për 11 ditë, adin s'bëhet. Edhe ja nisëm na me shku për fundun të Aslanit, të metal teknik Aslani në fushë Kosovë. Pare s'kishim, na s'kishim renet kur qysh. E vetëm, tha, ky sen, për mu bo, du të me punu në 2 turne, për me kry, se mërshin vesh as qa është, na shku me skice, se kena latë skicën e parë. është në website? Edhe në website është me numra, me krejt. Ata vetë që shë nga vizatu? Na kena vizatu, ata mas ne kanë bo matjet, e kanë matë sa qysh e tek, e spjegun qysh kanë me bo. Edhe kujtohet, a dini shqashtja, thanë që kjo kushtën, zakonisht shmimi u silke se ishin një 9 deri në 10 ton konstruksion që kushtë e një euro toni, që shtu diçka. I bike 10.000 euro, 10-11.000 euro, po me qenë se u dashke me punu në 2 turne, u dashke me punu pa ndërprej,
thanë 18.500, thash 20.000 i keni, veç nisja një punë sonte, veç mu kry me 17 shkurt. Ata se kuptëshin asë qënë ty bo, ma vonë të tonë e kanë kuptu, po që atëhere këtë ndodhe shumë shpejt. Mirë thani që të na 2.000 euro ka pare, si kishim 2.000 euro. Thash qeqesat e kerrit, qeqesat e shpizë veç njëse punën. Pa e dita ana pranën dikush. Pa e dita zyrtarizohet kjo. Mu kishtë tek që veç ko me qitë që aty. Edhe nëse nuk bëhet zyrtare, veç ko me qitë që aty. Aj po ma këshyrë qelsin sa harroj shta. Po ma këshyrë qelsin, qëfar kjerë ki dhash pasat që aty. A pff, tha qërë me të mijat, një 3 Mercedesa, si 120.000 euro, dhash. Qysh dhash jemi 2.000 euro të mija? Dhash qëfar kjerë e paske. Dhe dha, unë s'pët një ty, kush je? Edhe fatmirësisht, një pas një lidhje, edhe ajo një farë historie shumë rastishme me nonën temë dhe ku shikën e nonës temë që vllai saj e kishte shok më të mirë, djalin tina, se ku qysh pa hiri ty i kallëzon nonës temë që s'po mundet më bo kjo sana, dhe se s'u pëgjojnë dikon me garantu për mu, ajo nonëm të ku shikja qëllën, veç kur mas 5 minuta e rregull jena, vazhdojmë. Edhe a nisi, nuk i di që shën qelë dyrt. Na me nitën edhe shpesh e thojmë qëta, nita i thot The Invisible Hand, dora e padukshme, që ti qelë, mas ne këna mësu që kjo është ligji tërheqjes, law of attraction, shumë vonë e këna mësu, po kur një me sheh një sen edhe don me arrit një sen, që qelën dyrt është e frikshme, po është e shumë e bukur. Edhe me nitën që aty janisëm. Për dit, 11 dit, nuk jena nalë, deri anisën kapak, krejt me besu që një moment ka mu realizu ky sen, deri natën e fundit, kur ke pas njerës që i majshim na përkom që shtot aty në platot Boramizet, ata me kry të poshtë lidhshin sene, du me thonë qash që unë gazlun të tonë edhe panë që për realizohet ky sen. Po që 11 dit që është i parrushëm. Drejt më të regu, as nuk më kujtohet, po dyqysh të në kohën kom besu që i bohet, vish o bo, nuk as më kujtohet, tamon kur jo në bo. Unë me fisin të në kohën shkojshim të Aslani edhe për cjellshim punën që shpo shkanë, kështu që e kemi pa tu ndërtu, tu bo, në shtat kujtimet e para të një bonit tu ndërtu, konë Të shvajtësit. Të shvajtësit aty në, po, i kemi bile, tash, po thëmë, edhe plot sene nuk më kujtohet, po qyshe për mene edhe fisi e jonë konë 11 dit shumë intenzive, edhe dinamike, edhe në qato, edhe në qatë mobilizim, edhe nuk njëri adins punon me autopilot për plot sene, kështu që as pun kujtohet sakt. Po, jënë do fotografi në website që na kanë bo gazetarët, se janë nisën ma ndej kur e morën vesh, gazetarët kush jonë konë prej gazetarëve. Andrew Testaj ka bo plët do fotografi, Visar Kryziu ka bo fotografi që ta Associated Press. Associated Press, që shto vishin do... Andrew Testaj o konë, kryesori. Edhe i fotografun procesin e një bonit, po nështë diçka me përmen që o konë shumë e rëndësi, o konë momenti kur na prunë shkronjat. Se mas pari ka qenë shumë ftoftë qatë djetë. Minus 16. Veç minus 16. Edhe nuk u terke ngjyra. Tash, po që koha shumë e shkurt, po që shumë ftoftë, po që aty në atë punëtorin e Aslanit, aty është tamam hekrari edhe s'ka nxemje, edhe nuk u terke ngjyra. Na bile pa të marrë, dikush na pa të do kalorifera, do ngroca, jonë konë veç janë 7 ngrosa në krejtë Kosovën, cilë të përdoshin me terë shpia, edhe a i pa të shpëndane për Kosovë, i mledhen një 5 pityne, se s'mujtëm tonat, i prumë që aty, mi terë shkronjat, se su tërshin shkronjat. Qa që konë momenti i fundit më bo. Su tërshin shkronjat, po tash para prakisht, pse të verdha, edhe që ka ndodhë, mirë me ditë edhe që histori. Edhe këtë detaj, po. Se na në vazhdimësi e kena shty me kontaktu dikon në komision për me na miratu që ta me bo pjesë zyrtare të pavarësisë. Edhe as telefonin s'na qëshin.
Hiç bre, hiç kërkush s'do ke menim për neve. A masi pa të ndalë te jeta gjara një emision me kallzu çfarë bojmë, se tashti na u dashke me ma një falje pi komunës. Po i kum pasu në do shok të cilët kanë thonë a din qysh, sa një super i mirë, s'po ka dzoj që cila kompanije qysh, po tha, a din qka, nëse së ndodhë që kjo, s'ta financon kërkush, unë shonja dësha me shu gjithë qysh, tha na për ta financojmë dhe ta pagujmë, tha e qëtë një logot vëcër kompanisë tonë, edhe e gjujmë që aty e lojna në qender, dhe cëtë kur qojnë njerës mëngjes e shojnë një konstruksion, hiqet e masena nën tona, nëse ta mërmenja me hek, na pelojmë që aty e përshkrujmë Facebook, delni në shkrune, edhe kena shty prej shumë kanaleve, deri e mora unë një thirrje 3 ditë para pavarësisë, se kon e ajte nëse s'ka bëjë, se premte. Edhe më thirën në objekt qeverisë, edhe më thanë fis, tu ka pranu propozime, e kena pas një ofertë, 20.000 bëjke me ndërtu, 20.000 e diçka me gjithë transport, me ndërtu, me pru, me krejt, masina komplet, krejt oferta o bo dikun 66.000 euro, përfshi muzikën, DJ-at, rojet private që këjon konja 40 veta, barikada që këna qitë për me menagju turmën, 150 veta me ushqy që jënë konë staf vullnetar, që 2-3 dit kanë nejt aty, jënë sile, kanë hongër, kanë pije, krejt. 3.000, a i kena pas 3.000 balona me ljum? Jo, më 5.000 balona i kena pas, plus me ljum, për dhe nga i 5.000 momenti kur... balona me ljum që adin kushton 20-30 cent kur i vjen 5.000, po kur i dishin që për parësi, ta bëjke çmimin 2 euro gjys. Flomastera i kena pas një 9.000 flomastera, 10.000 një jep njerëzve. Do më thonë krejt kjo e kish një kosto që hala flitet sot që ka kushtu një boni shtrejt, një boni ka kushtu sa gjysa mbi kalimin të spitali, zemër. Mbi kalimin nga të spitali se përdor kërkush. Edhe hala ma përmenjën në këtë sen. Edhe mu pranu mu si ofert, mu pranu si ide, edhe thanë në ki dilën në ora 6 gjys që aty me zbulu monumentin, pritna, që kaq, po ta besojmë krejt organizimin që a kime bo. Edhe na dashke ketë një improvizu. Mirë, tha veç një sen. Dhe fsha o seni, tha dush me bo të vedhësit kaltër. Ish një kompromis i cili ish i vështirë për mu, sepse piku që zi me kalun të vedhësit kaltër, për me mu bo zyrtarë që ky sen, ish një kompromis cilin e përqafova. Na shta dikush edhe mundët me më kritiku me thonë që artisti nuk e ndronë konceptin e vetë, ndrojnë edhe të artistat tjerë ndrojnë koncepte shumë kur komisionohen, po logjika në mes të verdhës edhe të kaltërtës pa e ditë që shodok flamurin për herë të pare këna pa kuro shpalos në kuvend se këna pas ideja e krejt kësaj kanë qenë gjyrat e Bashkimit Evropian. Edhe thash është një kompromis se nashta një moment tjetër, varsisht se qysh masena një boni ka se një boni ka pas disa skenare qysh mu me nërbajt tutje. Edhe skenari mu në gjëros gjdo vjetë nuk u konë ideja kryesore. Ideja u konë me pështilë këta në gjamë me qunë muze. Ideja kryesore u konë me rujt me qatu në nshkrime, qatu me pështilë, ose qatu me gjamë, apet dili i kish fshi ato në nshkrime, ose me qunë muze. Një ide tjetër u konë me shpënda shkrojnë në 7 qytetet kryesore të Prishtinës, se cilën. Do më thonë ka pas ideja të ndryshme, qysh do më thonë veni u konë qatu i përkoshëm. Edhe ty e menu, thash, është një farë kompromisit të cilin jo më gjendje me bo dhe kom zgjerë të verdhen qëllimisht se flomaserat vijat që jenë ma mirë, kontrasti ma i madhë që ku shkru mu dok ma mirë në të verë se në kaltërtën, edhe që ke vendimi vetëm e kompromisi vetëm që e këna bo për me dalë me një banë. Masen që univa pak i mashtrum kur dul flamuri, qatë dete dhe shokema pas ka ngull pak, tjetër mua abet është, po fair enough, adin u bo qa u bo, një boni i verë s'ka qenë kresisht vendimi joni, por që
unë menoj që nashta ka dalë ma mire se që i shdo këtë i kuqe. Isha nalë pak me kalzu qatë natën e pavarësisë që ka ndodhë. Mas natës pavarësisë që ka ndodhë. 8 muaj që s'na ka njep paret. Konflikti që o bo mes meje edhe qeverisë të tërshme, i cili konflikt ka rezultu deri në futjen temën politik. Konflikti e Ministrinë e Kulturës që s'na kalon me ngjëros 5 vjetë. është një tregim super e mirë për këtë që të sanë. Para se me mrite qëto. Po se qëto momente, qëto që shoprit, që shka reagu njerëz, çmimet që kena fitu, pare që s'na ka njërë, akuzat që na kanë bo, prishja me qeverin, mas njena krejt ndikimi saj, nuk o shku në muze, se storia është interesant krejt që shonis. Zbulimi o konë një moment me të vërtet super i madhë, cilin nëse dikush nuk e ka përjetu, është që kjo Nita, se kër u zbulu një bon një Nita konë me një birë, të ilshu dritat. Të ilshu dritat. Të ilës dritat. Nita o dasht me përcjell muzikën edhe me ritëm të muzikës me dhez dritat e caktume. Edhe Nita prit ke muzikën edhe dritat. Ndërkohë që na i patëm, janë 150.000 njerëz që ishin mbledh aty, ish mu sheshi, dhe si janë nisën më dhez ato drita, o si ulshu muzika, njerëz janë nisën që shumë e bërtit që Nita se nike më muzikën. Na kena pasë momente që shko më dhez ajo, Nita qorraze i dhez dritat, na qorraze i qelim ato, dalim balonat. është njëni pingazim mathmoja, cila ta sun s'ko mund me përjetu, se unë i risha gati qarshafit, apo që qarshafit a dule balonat, një moment qarshafi unë alme një cep shkronjes, mos qilova unë aty boligat me hek, kish dështu krejt, do me thonë, edhe plus fakti që kur erdhen, prezidenti mas pari, Fatmir Sidiu, i nënshkrujti i pari, mase kur edhe ashim tha që kryeministër me nënshkru, ja huqi hymjes, edhe henën të nëja, a hymja ishën mes, edhe kur edhen të barikada, se na këshin qitë barikada, që njës me i ka mesi, mi marë, flomasterat, mu nënshkru, me dal, me lëmë flomasterin, ne këshim njës me kofe aty, krejt trenes shumë mirë. Erdhen ata truprojet e ti, kur hasën barikad, veç e nukën, qfop, me shti kryeministrin, hine ajo nënshkru, s'ju qel barikada, tu bo lëmsh, do më thonë, krejt lëmsh u bon, veç u gjujt turma, na i kishim kofet me flomastera, ishin njerës që ishin renis, veç a kanë ka flomasterat, dhe ka nis me shkrujt, edhe një moment në aty munu me nalë kaosin, 150 veta, staf 40 veta, roje profesionale, ty munu me nalë, s'mëshim me nalë turmën, s'ki shansa, ta veç i kapën e zdishin mas ku shkum flomasterat, as qa o boas, njerës veç shkrujshin, dhe një moment kër e pashën e njoni kishu i përmi, edhe shkrujke diçka minju e bën, edhe njoni piroje me një bish fshisë, su më nëjke me shdryp ato, po shdryp se ke hyp monument, adin, thash ke me bo me shdryp, me bo me shty qëta, ja thën komedur atina dhe veç e nala, thash lej, hypan shkallë të Pallatit Rinis, edhe i shisha njës që shtu të veç shisha ty u mush që bonin dhe veç që thash krejtve hishno, leni njerës. S'kishë shans me bo qatë regullin, qatë cajnë që edhe porosi, na vishin porosi për jashtit, na theshën shëqni, shkruna që ta, shkruna që ato, se tash ideja ish me najt që ato shkrime, qysh do që përfundojnë, që ato mu prezervu. Tu na që porosi, shkruma për mu, shkruje këti, shkruje ati. Sa SMS-at na kanë ardhur, për sa njerin këna shkrujt na. Në Angli, në Amerikë, i shkrujshim mesajet, po të qetma, dhe shkur pun kujtohet. Edhe krejnë që atur me nëzjegjojshin një ven me shkrujt të hypit në qafë një tjetërin e që shtot edhe e u mush. Edhe u mush, edhe ke në lajme, ke gjithë ka, ke në faqet para krejt gazeta, krejt dhe të nesëmën, u harru, unë dësha miru që ato në shkrime. Qa bëju një lo barierat rreth, edhe dësha milu njës mi afru mo se qka të në shkrush mas që asoj dite, ja prish këtë kuptimin. Edhe i lam barierat një 4-5 dit. Po dhe barierat kushtojshin
se ajo kompania t'jep ke me qira, kushteshin shumë shtrejt. 24 orë. Qashtu, Atë kushteshin, sa një gjysë roje, kushte keni barierë. Edhe një majtën disa ditë, mas një lypën policin me ardhe, se erdhë policia i qiti do barierat veta. Po një natë, na që dashim një bonit, mas një natë e pom një kerë që u nalë në 3 mëngjezit, dul një fmi, ngajti të bariera, e kcej barierën, shkrujti diçka, e kcej, hinin kerë, vazhdoj. E ka lyp fmija në 3 mëngjezit, babë zët i ka thonë, po du me shrujt një borë. E na që aty e kuptum, që një borëni nuk bon mu hek për njerëzve, një borëni du të mënit njerëzve gatë, një borëni në zbën me mlu, një borënit i hupi kuptimi mo se jënë ty e shkru edhe mas ditës pavarësis, njerëz që i vinë kanë me lyp, me vazhdu me shkru në to, edhe që aty e kuptum që një borëni du që aty me najt, nga të njerëzve, pa u distancu, pa i qitë gjam, edhe policia heki barierat, mas njerëz vazhdojshin me shkrujt, të smushim, i hupi muaj kuptimi i natës pavarësis, edhe kuptum që kjo një farsani dinamikë dhe i vazhdushëm që du të më bo. Që tu dule skenari tjetër masena që kë dikur, ka mu shkru që du të me ngjyros apet. E me ngjyros apet, e ngjyros me 7 i shkurt. Po kjo masej moment të cilin ma vonë e kena prezentu. Ndërkohë, krej qajo ngazdimi, krej qaj dha një borni Kosovës, që shë qitin hartë, që shë du në tëna gazetat, në apliku masej në disa festivale, në 7 festivale u shpërblym me luan të artë në kanë, që çmimi maj madh i dizajnit në botë, masej të thu, okej, ka dalë se s'ko ka konë këtë rasi që kjo punë. Clio t'argjent, Golden Drum, fitum 7 çmimin, u bo shumë e madhe. Ndërkohë knena, ndodhe një farë incidenti me punën e pagesave, edhe su pagum 7 muaj. Edhe ndodhe një farë fërkimi mes neve dhe qeverisë. Unë në që kryesisht o konë për faktit që njerëz të caktum, që s'po du mi përmen kush e tek, kanë dasht me marrë merita në ata i kanë marrë meritat për organizimin e krejt natës pavarësis, po specifikisht kanë dasht me marrë meritat që ju kanë taku për një borën, ty na shkalu neve komplet, edhe unë jëmë ko një figurë që kom najt nër tokë, së më kanë njoft njerës, jëmë detyru mas një medalje, me jap 20-30 intervista këtu e në Shqipni, veç mos me leju që të sen. E mas një qëtu nisi një farë konflikti, i cili kalojnë shumë personal, me Ministrin e Tërshëm të Kulturës, i cili mas një 5 vjes në halon në gjëros me bonin. O ko një moment që mu më ka dëshpru ekstrem shumë, vone ko marrë vesh që dikush tjetër ja ka thonë, po një moment ku du një farë skandali që 598.000 euro i kanë marrë për pavarësi, edhe dikush i kish marrë ato pare, po aty një borë një sokon pjesë e asaj, një borë një konkret një linjë tjetër e pagesës, edhe u bo skandali, kaloj skandali, u bo e madhe, po një borë një se pagujke, si u harru, se nësë më rritë mas kontrat me në shkru. E mas e një moment saktum, dikush është konflikt që edhe që ta shonë gjysh, bile, ka thonë që unë kom fry çmime. Me faktin që një bornin me ndërtu ka kushtu ma shtrajt për 11 ditë për arsye se o dash me punu në 2 turne, aj tipi o shku në pranveri, ka vetë njerë se sa kushton me maru një sjatë, aj ka thonë 10-11.000 euro, ka thonë ka datë se fisi i ka lyp 20.000, ka fry çmime. Pa e marë parasysh që ka dalë, se në midis dimnit këna orë dhe ta këna lyp se alën me bo për 10 ditë. Kështu që krejt qajo në fund, edhe qajetoj natët personale, në fund, në një takim shumë shtirë që kom pas me kryeministrin atëhershëm Hashim Thaqin për që qashtje, u pa ta ofendu ekstrem shumë, se më pa thonë që kom fry çmime, që për mua konë ofendime maj madhë në njetë që kom marrë. Se për çka do tjetër, në botë, për që ta së më sham imaginu që dikush mundet me t'akuzua. Edhe që ajo bilim ka shti, nashta,
një pjesë e qasaj, qaj idhnime, qaj mlefi, qasaj dite, qati takimi, që ka qenë shumë i ronë për mu, ka shti edhe me hi, edhe në politik, me lyp ditën mu përballë me të. Me to e me qeverinë, me krejt njerëzit të cilët mi kanë kriju krejt qëto vështirësi për një monument që e kena bo me vullnetin më të madh, me dashnin më të madhe, i cili në fund na ka kushtu 72.000 euro. A qeveria na ka pagu 59.000. Ideja me ngjyros do me thonë, një boni qashtu ja boni venin vetës dhe situatën, se na pa në fund vitit parë që një boni u shkaravet qash shumë, u shkrujtën të, që mu as në nshkrimet e natës pavarësisë, në ashta do aty manalt jënë dokë, po krejt jënë mlu. Edhe po sa që shto konë një fa dimi, që i ka shkru dimi me një sprej, shu i kemnin e vetë në gjithë shojnë. Jo me sprej me flomastera, po shkruj ke mirë. Me shkruj në atë moja. Dimi para olonës kena me të zonti. Anyway, edhe u bo masena, hajde vitin e parë. Në vitin e parë, unë ja kom shqu një SMS Ministrisë Kulturës, pavarësisht që na u patën bol lëmsh. I kom thonë, mirë është me ngjyros një bonin, por nuk takoj ke mu me ngjyros në shkimet e njerëzve. Nuk ish muaj monumenti jami. U dashke qeveria me ndërmara të hap, ose se të pak të mu me ep një dritë gjelbërt. Edhe ma patën këthy, edhe qëtym patarë fortinat, kur tha kryeministri, po thot, tha zbën me ahup autenticitetin veprës. Ka dharve kryeministri me të mba mirë se vetë autoreja, edhe masena qëty, edhe ma shumë edhe, no, tash okej, hajt, u kry. Edhe 5 vjetë na ka dhim shumë, se 5 vjetë na masin që na marrë me të. Një po një flesh, ndërkohë e bënë një porn, vetëvendosja, do me dhënë u vandalizu, allakat, e u flish me të vërtej shumë. Dikum për 5 vjetor, unë ja qënë një email komunës edhe Ministrisë Kulturës, në të cilin e prezentoj një bonin e rritë ngjyrosën, me flamuj të shteteve që na kanë pranu pavarësinë. Edhe me idenë që një boni gjithmonë ka me jep një mesazh, i cili ka mu konë në raste dhe politik, po mesazhi gjithmonë ka me qenë mesazh që e ndërlidh Kosovën me botën. Pa i njek agendat politike të brendshme të subjekteve politike, se to ne kanë një ide me shkru aty me vizatu për vete, diçka me promovu vete. Edhe çdo temë një bornit, pish ati momenti, mas një shdash mu konceptu si temë e cila është mesazh qoftë social, ose politik, ose çfarë do mesazhi tjetër, i cili e tregon Kosovën si pjesë e ndodhimeve në botë. Edhe kjo me flamuj ke një pityne. Edhe prezentova unë. Edhe këtu nëse zgaboj dilën e bike dita pavarësisë, 5 vjetori. Nëse zgaboj dilë ose shtu në ko. Qa ndodhë, me njërojnë emailat edhe komuna edhe qeveria. Po dalin një ditë të bukur të mërkure, me një kamion dika, edhe hinë edhe ngjyrosin prap një bonin të verdhë. Po asë nuk shyrin qëfar e verdhe. Asë qatë verdhen tonë se bojnë, po një të verdhë si shurë. Edhe shashtris na unë e krejtë, Jas nuk mlohën shkronjat, për funi, edhe u shishin, u shishin ato edhe ma keq u bo. Shkrimet, u bo dhe ma keq, u doke si kur si mja qit një fa shtresi që aty visë sa me thonë, i hekëm që ato në shkrime. Po me vetë gjesin që e boni qeveria, në të cilin ajo i fshiti në shkrimet e njerëzve, jone, ma dhamu që atë hapsinën mu rebelu, edhe one tash me shku me bo që adone to. E mërkure o konë, tajten, jena ullë një ta, ja ka njës teknikisht me bo shablonat, të prantën jena ullë me ngjyros, ose shtunën, qështu o konë, për 24 orë ka dalë. Mrena 24 orë e kemi punu krejt. Unë e kisha në atë kohë, unë 2013 e kom pas kogja do përcjellësa në Facebook, unë e lëshoj atë thirrjen për vullnetar, nita teknikisht e përgadit këtë sanë. Unë e bashkë me ekipën me stafin e karotës atëherë. Edhe dalim na, gashëm që i kanë me na arrestu,
po sa që është mu, se unë që atëru pa ta kyqe në politikë, i bindun që i kanë me marrëstu gjatë procesit, i kena i punës, një ta kalëzën nëse bashkë ju interesën cilë e konë një boni maj fështirë edhe maj guximshëm. Me flamura. Për plot arsye, po kryesorët kanë qenë që si gjithmonë shumë ftoftë 17 shkurti, super ftoftë. Tjetra, na nuk e kishim as iden e sipërfaqes sa i madh është një boni. As sa kohë mundet më na marr për çka do ma të voglën me punu. Edhe tash e dim përafërsisht, tash kur i bojmë konceptet e dim përafërsisht sa mundet më na marr kohë e tjera. I kishim vish 24 orë. Mandej, flamura me vizatu, flamura është shumë problem. Detajet që i kanë flamurat, mandej ishin do flamura që e kona njoni nanije me banane, gjithë shka ka pas. Samoa, qakonja, do ishin ma thjesht, po do ishin shumë të komplikuar, për shembull, i Saudi Arabis. 52 yjet e flamurit të Amerikës. Mas vetë. Edhe plus shumë ngjyra. Shumë ngjyra, 150 vullnetar, nështë janë konë ma shumë. 150 vullnetar, se cilit mi japë ngjyra, se cilit mi apërzi ngjyrat, se cilit mi japë brusha, mrena, krejt kjo mrena 24 ore. Edhe plus mu siguru që nuk huq as një flamur, nuk ngjyroset gabimisht, ose nuk vizatohet në vendin jo të duhur, që mundet me 150 veta me kontroluar. Ose dhe flamuj të dashna, kur i qëtë flamurin, mos me ra për shamu në gjyra kuqe këto, një gjyrë tjetër e kuqe këto, o dashta dhe flamujt me mendu, me ngjit, mos më ngjit në gjyra e njëtë, në dy flamuj, së konë hisë thjesht kjo. Absolutisht. Edhe krejt njëta që to e ka zbulu talentin e vetë që din me menagju në gjyrosjen e Luskiqore, epizodet. Ngjyrosjen e monumentit edhe që ashtu i kena do me punë që 13 vjetë që ngjyrosi, ma 14 sa po borë. 13. Nita del ngjyros, unë e vesh na mirë dhe jap intervista. Është interesant si që tash po takoj njerëz që janë konë shumë fëmijë, kur edhe që tash janë rritë edhe nuk e majnë mend qatë momentin e shpalljes pavarësisë. Ose që janë konë pjesë, kanë dalë, kanë vizatu. Edhe që kanë dalë, kanë vizatu në, kur e kemi pas, si që tu nuk e kemi, ato që i kemi pas freestyle, ku kanë dalë krejt njerëz, kanë ngjyros. Që e konë i tre, Çka të kanë dalë? ngjyrosja 3 të konë. Viti 2 të konë, o konë një boni me kamuflazha. Këtu ishtë 15 vjetori 2014, ishtë 15 vjetori i luftës, liris, 99, edhe çka bom na, këto ja kushtum shteteve të cilat kanë intervenu në ushtrit cilat kanë intervenu, që kjo është e Britanisë, edhe kamuflazhat. Stia dini që se cila ushtri ka të lara ndryshe, EA ko në Gjermanisë, Britania, Amerika ko në bëja. EA ko në Amerika. OJA është Gjermanisë. OJA është Gjermania. Jo, W Amerika. EA Turqisë më do këta. Turqia, Zvicra, s'po na kujton tamon shtetet, po ngjyrosëm e kamuflazha, edhe do me thonë një falenderim veneve që kanë intervenu në luft, po mas një kur e këshyrë, falenderimi maj madhi shkoj kjo UQK-së, se UQK-ja se ka pas një uniform vetëm, po këtë na konë njën e ka pas të anglisë tjetër i Gjermanisë, të kreqëtën e shteteve. Do me thonë kjo ke një falenderim krejt kontribuzve që na kanë bo. Ky nuk o prit mas mirë në botë, se a nisë njëz mu anku që u do ke i zymë. Jo, a nisë njëz mu anku që s'përshojnë heshtë se kamuflazh. Jo, pak o konë i zymë, edhe njerëzve ka kujtu luftën, e njerëz ishin mësu me një bonin e verdh, me një bonin me flamoj, e diqysh tash të i naktheve në qitë luft, ka pas pak ankesa, po një boni qitë mesazhe ka, dhe një do mos do duhet mu koni lumëtën, se unë e menoj që
kujtesa kolektive është shumë problematike dhe posaçërisht kur e harrojmë sendet. Kështu që po e bukra e kësaj që zgat veç një vjet. Kështu që mas një vjeti kena më bë diçka tjetër. A mos u qo pesh, domethënë, edhe nëse s'pëlqen, që kjo është, s'ki shka, dhe nuk mundëm me kriju gjithmonë diçka që kom i pëlqy të tëmë. Po, mas një dikush ja qi do zemrat, pembe, nëse ju kujtohet, për me bo kishe ma happy, mas një do këtë ma palidhe. Mas një unë e shkova i bona dostikera si birat plumave që ka një plumat ja qita për mi mlova zemrat, si u shtyshim, mas një nam, adin, si një bo një qështoa, një bo mundet me shkru gjithkosh me intervenu gjithkosh, po me andru kuptimin, ta është ti, po mundosh me andru kuptimin, apet edhe unë bëjt diçka me andru kuptimin, e bojnë qatë lojë, edhe jo mboj lojna në një bornë, edhe është medium, i cili është qaq dinamik, që shumë okej me boj lojna. Edhe qështu e kaloj ky vit, mas një viti tret ka qenë, viti tret pritu me dalë me në farë ideje, thamë, hajde pishtim njerës me bo qatë dojnë, edhe tema ka qenë liria shprejes. Jo s'pritum, po konë qashtu, konë qa jo aktuale. Po mirë dhe, po aktuale o konë liria shprejes. Se një me që atëherë ke një farë momenti zymë ku s'mëshim leshëm e folë, s'mëshim bashkë leshëm mu shpreja, dhe thamë, hajde pithirim njerës të bojnë qatë dojnë. Eja, për shamull, u patë bo krejt e zezë. Egzodi, e këshin njerës, ekonomia, elektriciteti, krejt problemet që janë nëshin me diqyshe rëke eja më kone zezë. Edhe ma si dul një boni me zezë, me dërshonja tjera, njerës që në shprej që shka ndasht, edhe dul shumë e lezeshëm, me halakat po e lezeshëm. Edhe, prap që e nati personal që kisha Ministrinë e Kulturës, nuk e zyrtarizoj ke monumentin si monument kombëtar. Zyrtar. Veç mos me bo fisin autor të një monumenti. Tash paramendon sa personale u bo kjo. Deri në vitin e arshëm që aplikum në UNESCO, edhe u detyrun qeveria me shti edhe një bonin si monument zyrtar, edhe mas tena hinin në mbrojtjen e Institutit Mbrojtjen Monumenteve, dhe kjo ka qenë viti i parë ku na, si gjdo vjet tash, gjdo koncept që e bojmë, ja qojmë komisionit atje, komisioni e vlerëson edhe e nënshkruan, na mas një nisim e ngjyrosë. Pavarësisht jena vetëm që qojnë koncepte, vetë ngjyrosim, s'na pagun kërkush, kjo u shëndru mas një në tradit. Edhe Instituti Monumente përqafoj që tradit, edhe definum s'na si monument dinamik, të cilit kam i ndryshun pamja gjithdo 17 shkurt, që shtu tash zyrtar. Edhe kjo ka qenë tema e qeve, telave me gjemba, që o konë një boni me qjell, me re, me tela me gjemba. Kur u liberalizun vizat për rajonin, por vish na me tëm. Na me tëm t'izolum, edhe shumë na në institut me na miratu ata, dhe ata kure pan, tha, din qysh, tu kanë me na vidhnu ndërkomtarët, na qyre na po rebelion kundër ndërkomtarëve, thash po në regull, jo se që po thonjë që kanë me liberalizua neve, thash që na pëshkojme që t'ide, nëse na liberalizojmë, personalisht dalë dhe ingjërosim këta telat me gjemba i bojna qilë, edhe i hekim i shdukim. Po dishim që so rani liberalizimin. E tash dove ju përqe ke idea se ish rebelizëm, ish prap pjesmarja e Kosovës në çështjet globale. Në këtë rast, mos pjesmarja e Kosovës në çështjet globale, se jena t'izolum. Kështu që patë edhe kjo temë shumë fort. Edhe u realizu edhe kjo, su liberalizu në vizat, kalë edhe një vjet, u harrua jo me ushtria, u harrun ato të zymtat, janë nisën mundrit, deri, qau që kjo 2015, nëse s'ka bëj. Deri qau bo 2016, që këna bo. Njët. Ty dhe ma mirë. Që kjo, po precës më kujto, që kjo ka qenë No Walls, ku i kemi rëzu në W-në. Ashtë e kujtojë që kjo. Kjo ka qenë hera parë që na e këna ndru
pamjen komplet të një bone e kena bo diçka, e kena rëzu 2 shkronjë. Masi nën e W-në, një O në tokja pa të mprintu edhe alls, no walls. Kjo ka qenë një periudhë kur u proklamoj ke në një fushat në Shtetet Bashkuara të Amerikës që ka u marru një mu në Meksik, e marru një mu në Nur Tibrit, janë nisë me marru mu në Nur Tibrit, edhe krejt që kjo ka qenë, mesazhi ka qenë që edhe në Kosovë edhe në botë po marron mure, në vend që mu qel muret, mu thy muret, mu bashku njerëz, na po ndahëm. Dhe mesazhi ka qenë sa për Kosovë që ashtu edhe për botën. Hekni muret se muret s'na qojnë kërka. Dhe njerëz janë konfuzu se diqysh erdhe dhe ishin qartëzu çdo dy shkronja, pse më bu kështu, deri e kupteshin. Po kon shumë e bukur shkjo. Mas kësaj, 10 vjetorin e kemi. mas kësaj 10 vjetori, pi bjen 2000. Kjo 10 vjetori ambienti. 10 vjetorit e Për 10 vjetor vendosëm bën me hekë dhe me zancu me një nish. Që ky ka qenë rasti vetëm që qeveria ka nimu, e ka financu, se nishin me marru të hekret kushtoj ke, edhe na përkohësisht e bënëm 10 ngjyrari, këto i bënën ngjyrë argjenti, me jap një farë dallimi, edhe one lam qysho, ja lexo 0 kur ja qet një numër nga caj, edhe që kjo ke qati i edhe 10 vjetorit. Një boni me ambient të kon prap. Kosova ambienti, natyra që përshkatërrohet krejt botën, pjesëmarrja e on. Ja nis me në, kryet me në, nuk ka rastësi njëta. Në këtë rast ja nis me në natyra, kryet me në natyra, është si një farë rrethi, masena E është energjia, W është water, B-ja biodiversity, O-ja është oxygen, R-ja recycling. Do me thonë, se cilës ja dham një kuptim, edhe masin bazë të se cilës shojnë qëfar kuptimi patë edhe i ngjyrosëm mrena. Kjo ke shtu thire njerëzve me rujt ambientin, edhe në botë edhe në Kosovë. Mas kësaj, unë menoj që është një boni, për mu konceptualisht, është një boni maj bukur e maj dhimbshëm në ere që ka qenë. Edhe unë pajtona këtu. Ky i dedikohet krejt grave të dhunume në çfarëdo lufte dhe konflikti, që nuk janë veç gratë shqiptare, po sot do që tash ty ndodh naj luftë në botë, sot që tash është ty abuzu naj gru në botë, edhe ju ka dediku krejt atyne, po sa shish grave të Kosovës që kësi. Do me thonë W-ja, women, gratë, ka qenë vetëmja shonje bardhë, e cila mas një qëto lule i ka shpërnda dhe në shonja tjera dzeza që në konë ko gjatë zymta, edhe na u ka nanku njës pëse për bëni dzeza zymta. Po si cila shonjë ka pas qëtu tekste që i kena marrë pi librit, nëse s'ka bëj librit Flanzat, ku të pa redaktume i në konë rëfimet e grave qysh i kanë përdhunu. Edhe kur ishe qëto më lexu, e kur i lexojshe detajet, janë ishe me kajt. Ju konë shumë dhimbshme. Tash kjo pilargit do ke shumë bukur, e afreshe me këshirë qa përshkruan që aty, janë ishe me pa, e që janë ishe më dridhe dhe muksi. Na, se arroj kur ty shkru tekste, ty kajt na, ka ishim vetë ty shkru qëto tekste. Ka qenë shumë e dhimbshme, po dhe shumë e bukur. Edhe për mu konceptualisht ka qenë top është ma e dashura. Mas kësaj, mas kësaj ndodhe një sen i cili e goditi ushqinë shqiptare tepër shumë, edhe ata në halan në Hag, edhe si vjetë prapë është temë, sepse ka mu përfundu këj proces, po në vitin që i kanë marrë, 2021, na vendosëm ja kushtu qita UÇK-s. Në një mënyrë ma ndryshe inovative, deshtëm i përfshi njerëzit to, edhe njerëzit këtu janë ardhë,
me do dorza që ja jepshim na, e qitëshin dorën ose në gjyrë gjelbërt, kaft ose krem, edhe masnina e qitëshin shuplakën, shenë vetë në një bon, deri unë gjyros një boni me shuplakat njerëzve qatë shumë që u bo uniforme ushtrisë. Edhe kjo ka qenë, është një pima prekshmeve, edhe prapë që kjo temë është aktuale si vjetë. Mas kësaj, ndodhen do senet bukra me ty po ta e mderin. Faleminderit. Këto ja kemi kushtu grave edhe festimet të arritjeve të grave. Se qatë vjetë na zbardhën ftyrën qikat, edhe Majlinda e fitoj Golden medaljen e artë në Olimpiadë, e mandej plot të ndodhen qështu do Dua, Rita. Plot, nesat. Po, dhe ato që tash qatë... Nështë ajo bash direkt me Kosovë s'lidhen, po nëse gratë e patën një farvenit të veçantë në shoqërinë tonë. Edhe ja u kushtuan vetëm grave edhe fuqizimit të tyre. Kështu që kjo është një prej madh bukurve. Gratë me krah, Winged Women e ka pas titullin, edhe WA ka pas atë krahun, njerëz që këshin që të fotografu me kësi. Mas kësaj prap një emrolshmen, këtu prap janë ndrum venin, këtu folke për zajednicën, për autonomin, për ndarjen e coptimin, për bosnizimin e Kosovës, keni farë rebelimi, me bo rezistencë kësaj. Edhe veç ndrum venin shkronjave dhe dul no new broken republic, që ke mesazh që Kosova po do me metë qashtu, jo dhe qashtu që shumë, po ma mirë se që është e jo mu përthy. Kjo është prap një për ideja ma të bukra se pishtujt Nita ka ja plot ideja, po që kjo ideja ma bukur e Nitës edhe është përgjigja e izolimit. 7 qejt është që kjo e para fundit, ha? Po. Ku u bo liberalizimi i vizave, edhe na fillum me udhthu të lirë ma në fund, edhe lind djeli, mandej shkon të përëndu, i fillon mandej bëja që shpeshin është nota, dhe mandej shkon lind prap. Edhe këtu shihen siluetat të qyteteve të ndryshme, nuk është në qytet specifik, po i kemi bo mu dok si kur qytetet të ndryshme të Evropës. Schengenit edhe vene ku mu me otu. Po, është një farë, edhe kjo një farë kremtimi që asoj liris të posa fituar televizjes. Edhe fundit, jemi të fundi, para fundit në të vërtetë. Po dhe fundit është të u bo, e para fundit është një boni edhe shpërthimi i inteligencës artificiale, dhe një farë mënyre sa përqafimi i saj, qaq edhe një farë vetëdijsimi se rrezik që ka. Edhe mi bo njerëz vetëdijshëm që qëtu është, ishe edhe do tela, edhe ishe edhe do lule, edhe kjo ka dale është t'ju ndërlidh, edhe sa mundet më kone bukur, mundet më kone rreshëm e bukur, kjo varet këtë për neve, për njerëzimit, se që tash jënë dy si shtigje që po flitet për AI, njoni është që na qënë drejt shkatrimi, tjetëri që na qënë drejt një jetë ma t'lumtur me teknologjinë, dhe alasin aty ditë ka kena me përfundu. Po që kjo ke momenti ku një borni ja kushtoj Kosovës e botës që tem mi vetëdisu njerëzit që AI është këto, inteligenca artificiale është këto, që thojnë it's here to stay, s'kem ku me ik, ka me met, hap një sytë. Po qysh mujtë me pa nështë i vetëmi sen që nështë a lidhë ma shumë me politikën venë që kë, po nuk o që republikat thehen, nuk o që vish Kosova e vetëmja republikë që o thy. A pëto mesazh se ka plot republika tjera që në cuptu, plot republika tjera që në pushtu,
përfshi edhe Ukrainën, faktikisht kjo ka ndodhur në vitin kur ka nisë lufta në Ukrainë. Ukrainë që është. Për që ata është kaltër të verdh se kjo ju ka kushtu dhe Ukrainës që ta haru me cik. Do më thonë, unë ndërlidh ke edhe momenti me Kosovën e me Ukrainë. Kështu që, qysh e thash, nuk kanë më konë agendat politike në pyetje. Jënë dy tema të cilat janë interesant, tri faktikisht janë interesant si vjetë, është 18 vjetori i pavarësisë Kosovës, jena botash, po bohemi të, qysh të kishë shqipsaro. Triton. Po bohemi të rritën, dhe më thonë, në moshtë pjekon. Është verdikti që ka me ndodhë Hagë dhe ndjeshmëria e prap e ushisin të arët Kosovës, po për astis me qenë 250 vjetori i pavarësisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që është me 4 korrekt. Kështu që këna bo na, është si një ndërthurje e krejt qytën e vlerave dhe a këna kushtu se cilës shkrojnë ka një vlerë, cila vlerë është e përbashkët, qoftë me neve dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë me neve edhe këtë shtektimin ton edhe s'to mvujtje, po përpjekjen për liri. Tema e ka faktikisht tema si vetme, titullohet liria, freedom, edhe apëndzirë qëtu me kësim t'i gjënë, edhe se cila prej shonjave ka një kuptim. Nëja është nationhood, që është shtëndërtimi, eja është endurance, që është qëndresa, të këshirin qysh e kena përthyna qëtu, e kena përthy si qëndres. Nëja e ka dështresa që ka zonë tokën, e ka zonë krejt që qysh ndërtohet një shtet, edhe me nëmbahet një shtet. Eja ka ratë koncentrik të një trungu, që ka shumë vite, dhe që e qëndrushmëria edhe Amerikës edhe Kosovës në dër vite. W-ja është work, puna, edhe është qysh pa tipike, si to gears që simbolizojnë punën. B-ja është trimëria, bravery, që simbolizohet me zjarë. O-ja është obligation, obligimi, se cili për neve e ka obligim. Ndaj venit ton, qoftë edhe Amerika, qoftë edhe na, qoftë edhe uqika, kete kena pas obligim mu jep për venit ton. R-ja është nështë ma e bukra resilience, ose na e kena qytëri me këmbje, edhe është kujtohan gjithë pare. Kintsugi. është e marume, edhe ka mu dok si, nëse s'ja keni nëse keni e gjoni në Google Search, kintsugi është një teknik japoneze në të cilën kur thehen senet, gotat ose çka do, ata i ngjesin, po i ngjesin me ari. Edhe kur i ngjet me ari, kjo dihet që ka në thyme, po ngjit me ari e ju ka rrit vlera edhe ma shumë qëtash. Shumë e bukur. Edhe nëja e fundi që ka zonë jetë dhe gjithë, new beginnings, se po ecim kena mri dhe qëto, fillet e reja na qojnë tutje. Që kjo është tema si vjetme, në të cilën për thoma tekstin si tekst, nëse moj me pa dikon që lexohet ma mirë. Ana shka unë përshru se cila shkrojnë, shumë Kosova 18, USA 250, edhe teksti thot kushtuar Kosovës, rrugtimit saj drejt liris dhe shtëndërtimit përmes luftës shërimtare dhe vlerave të përbashkëta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se aleati kyç në mbështetjen e kësaj lirie. Që kaq?
I larëm, i bukur, Artist, absolutisht jo. kush të ja? Puna jo. Ti jem shumë artiste se unë. Po nesër dhe pasun as ti. Jo, ti je. As njone, as tjetre. Ti je. Artist jo. Artist jo, se jo, artist është titull shumë i madh nas, so që bojmë ku me diçka. Kronist të kohës, nështa që tu i shkon që ajo ma titull e ma i përshtatshëm që ajo. Kronist të kohës nështa se kemi qëllu që aty edhe me një farmyre një borni Na ka me t'kile. një borni jemi munu ndër vite për një me dokumentu dyqysh rrugtimin edhe rritjen e Kosovës në për çka ka kalu si shtet. Kështu që nështë kronist të kohës ma shumë të ish përshtat. Artisti që esh. Artist jo. Absolutisht jo. Që shë tha Nita vlerëson që një me më konë artist dush me bo shumë, unë menoj që Nita i takon asoj kategorie, unë maksimume që mund është me më thonë është kreativ, unë refuzoj edhe me më qujtë artist, posa që është kur i shot dhe artistat vëshpallën këtu në Kosovë. Nëse jemi kronista, unë vazhdoj më kone një farë aktivistit që nashta jo përmes një bonit, po përmes seneve tjera, po është një farë bashkëdyzimi që neve dy na ka përcjell tani jetën, prese jemi bashkë, do më thonë, me një bonin e parë na që atër pak muj, jena ma herët ja kena nis, jena bo bashkë me Nitën, pak muj para një bonin. Edhe gjatë relacionit tonë që po bonë në 19 vjetë, na non-stop kemi qenë, kjo ka qenë pjesë e jona e përveçme, këtë tjerë shkojmë pushime verore, dikon na mërdhijem që do në pushime dimnore. Marim pushim dimnore. Edhe pse shpesh herë thojmë, edhe idealja edhe qysh e shohim në të ardhmen që kishte qenë ideale me u dok një borni edhe me shku krejt ky procesi ngjyrosjes së një borni të shkon nështa qoftë instituti, qoftë Ministria e Kulturës ose çapo di cili do institucion që i takon, me ndoa një farë buxheti për me ringjyros një bornin, edhe me bo një thirrje qysh ma herët gjithë qytetare, ku njerëz shkojnë edhe dorëzojnë lloj-lloj ide, lloj-lloj çka do që ju merr mendja, edhe mandej një komision përgjithës e përgjith temën e çatij viti edhe realizohet. Që ajo kish me qenë për një me idealja ku edhe e siguron mbarvajtjen që për çdo vjet edhe ngjyroset. Na e ngjyrosim edhe sigurohemi që gjithmonë me 17-in, a bjen bor, a bjen fshi, a bjen cunga. Sakica. Na rrim që atë dhe sigurohemi që kryet me 17-in, kushdo që gjohet mëngjes eshe një bornin e ri. Edhe ajo është sidën veti, po që ajo mbarvajtja edhe që ajo konsistenca që me vazhdu me unë ngjyros, kish me qenë idealja nëse edhe i vy një bornit nështë një perspektiv tjetër, dikush është e krejt ndryshe, nuk e din mandej çfarë ide mundën më të ardhë prej njerëzve, prej kujt do. Nuk është që kjo s'është aktuale që se njerëz të sot mujnë me i qu konceptet të tyne në institute dhe është komisioni që përzjedh, po e keqja që kërkuj si kujtohet. Mase këtë presin që u bojnë na, mase kërë bojnë na thënë që ke bo për vetit i vesti që shpo ki qef, po mirë nëse ki ide, para që të vetë. Po, është mundësia, edhe ta është mundësia, po nashta me bo pak ma atraktive këtë sen. Ma atraktive e bon nëse ju ka dzën që ka dalë se ndo pare qëto që ki mu shpërbly qoftë, nashta jo, për ki me ma në farë pare të madhe për kësi, po pak të në komen të mbulu që ato shpenzime. Se na ngjyrosim me shpenzimeve tanake, neve na nimon njerëz, na nimon vullnetarisht, na erë dikush na jep, na nimon me ngjyra me skele, vazhdimësi kena, po thëmë, të shkollori o konë kështu i vazhdushëm me neve si përkrasi madhë. Krejt të bonë më njërë vullnetare, kjo punë edhe shpenzimeve tanake. Nëse dikush pak të në shesh që i mlohën shpenzimet, se u punë shumë e vështirë, edhe mundët me arrit vetë. Edhe marrën mundin, mande i daljen, që ajo shkon i dalja.
i shkon ideala, edhe pse është shumë vështirë, ndoshta ju kishim dalë nga me unimun në erë, po është shumë vështirë. Se dikush tjetër e merr përsipër me ngjyro se e fiton si koncept më të mirë ka me to, atë është shumë rrezik. Çfarë mesazhe i kisha menduar nëse një boni në moment kishmet me çat ngjyrosin e fundit. Se kishim ditë ato. E di unë po. Të kuq që shon nis. Më konë me ditë që qaj ka më konë i fundit. E unë e shoh, nashta unë e shoh që një boni i fundit ndodh kur bëhet bashkimi kombëtar. Edhe që atër du të më boj kuq, edhe që atër nashta s'ki me pas mua arsye nevoj me festu 17 shkurtin, po e feston veç si një përkujtim e një rrugtimi deri te bashkimi kombëtar, që atër bëhet i kuq, me në shkrimet zeza, shelet kjo punë. E urojmë qita. E urojmë qita edhe mos më lodh më të ngjyros. A bën sa ma shpejt.